Divorci nuk është fare i thjeshtë. Në mënyrën më absolute nuk mendoj që dikush divorcohet për dëshirë ose për çfarë. Në shumtën e rasteve mamat janë ato që marrin përgjegjësi për gjithçka financiare. Absolutisht. Dhe ne kemi raste në Shqipëri pafund që vetëm mamat marrin përgjegjësi financiare. Unë dhe Troj vinim në Tiranë dhe jetonim sa në Airbnb, sa në hotel, me makinë me qira dhe unë isha me valizhen në makinë, unë jetoja në këtë lloj mënyre derisa thash Adrola nuk dija Orinda. Kur Marcela mori vesh nuk kisha një shtëpi në Tiranë, ajo trondit nga unë. Tha nuk ka mundësi, ti tha ke bërë këtë gjë dhe fal Zotit, unë brenda një jave pas komunikimit me Marcelën dhe me Albanën u bëra me shtëpi. Domethënë ja dola mora shtëpinë dhe mendoj që është suksesi i dytë më i madh i jetës time. Unë mora atë shtëpi nga fillimi deri në fund me mundësitë e mia, që djali im kur vjen në Tiranë ka shtëpinë e tij dhe ke gjithmonë shtëpinë e tij. Kjo është shumë e rëndësishme dhe kjo është prej punës që ti ke bërë. Dhe ti nuk mund të punoje detyrimisht në një fabrik.